kanë vendosur të gjitha mënyrat se si të na profilizojnë edhe të na bëjnë presion. Kjo kamër këtu lart është kamër inteligjente që mundohet që të na profilizojë fytyrat tona, bashkë me një makinë të policisë rrugore me kamera inteligjente e cila ka bërë dje marshimin gjatë gjithë kohës për të na profilizuar. Kam bërë dhe një numër telefoni që ne duhet ta bëjmë report në WhatsApp, që është 069 24 14 509, i cili dërgon mesazh me emër personal njerëzve dhe ju thot: ju kërkojmë sa më shpejt të heqen tuaj nga protesta antiqeveritare. Dhe ju thot, për mendimin tim do të shikoja më mirë një jetë të qetë dhe pa dosje kriminale. Mos hani asnjë presion se nuk kanë çfarë t'ju bëjnë. Gjithashtu duhet të flas. Nuk kemi frikë, nuk kemi frikë. Nuk kemi frikë, nuk kemi frikë, nuk kemi frikë, nuk kemi frikë. Gjithashtu të doja të flisja edhe për kompaninë 5D që ka bërë një masakër në shtëpitë e banorëve Tiranës, të cilat akoma janë më shirë të fatit dhe nuk kanë marrë shtëpitë e tyre, dhe pallatit i cili u djeg dhe asgjë nuk po bëj. Gjithashtu duhet bëj dhe një falënderim realisht. Dua të falenderoj gjithë influencerat, sidomos dy influencerat e ri që na janë shtuar kohët e fundit, që është Edi Rama dhe Taulan Balla. Faleminderit që na shpërndani. E vlerësojmë. Dikur ka qenë e vështirë të na shpërndanin, po sot po e bëjnë ata dhe faleminderit shumë. Gjithashtu do të bëj edhe një denoncim ku në Lektiva e Nikaj Mërturi lumi i fshatit është quajtur për rrua që të bëjnë diga edhe ta përvetsojnë edhe ta prishin. Ramamburg, Berisha, Hamburg! Ramamburg, Berisha, Hamburg! Përshëndetje një herë për gjithë të popull ku ishëm ditë çdo ditë. Bravo ju qoftë që keni këtë guxim. Zoti Edi Rama, kryeministri i mbadashur te Edi Urryr tashmë. S'ta vjen pak këtu për çfarë ke bërë apo bën me këtë popull, sepse s'duhet të kishte fytyrë të dile këtë popull përballë. E njësoj që e strukur tani do të shtrukë që në fillim në jetës politike tënde. Si kryetar bashkie ku je përfolur për 20% apo më shumë të përfituar nga ty për çdo ndërtesë pranuar në Tiranë që nga viti 2000. Apo për punën e dobët si ministër në vitin 1998. Ku nuk kam parë në atë kohë asnjë zhvillim në kulturë, në art apo dhe në sport të Shqipërisë. Dhe si u bëre ministër se mu kujtua. E pra ky është çeci që u morë nga Parisi për dorë dhe të bëri Fatosnano ministër pa kaluar fare në sitën e popullit dhe pa bërë gar fare kape majën e pushtetit. Po të cilës parti? Ish partisë së punës të Enver Hoxhës, ku ai vrau shpresën e ëndër shqiptarëve e tij vetë si pjella e tij, po ja pret një version me ngjyra, e jo bardhësi, si atëherë. Me ngjyra për zgarravina janë një gjithsesi ato se do të duat. Ta dish mirë ti jetë vim, ti jetë turbi këtij kombi që ka një histori të lashtë, që ti nuk di asgjë për historinë e Shqipërisë, e me këtë mosdije që ke rronjosur thellë në qenien tënde, e ka natizur këtë vend keq e më keq. Po tani bomës se pushteti tënd së shpejti do t'i vi fundi. Pasi të gjithë në fillim pritëm shumë nga ty, pa reflektuar mirë që kush je ti, çfarë historie ke dhe çfarë vetish ke. E tani ke reflektuar për çfarë ishuar ti në jetën tënde. Fitesh që ke qenë basketbollist, por ne e dim që ke qenë nga më të top në ekip. Ne do tim si piktor, ku si piktor punon vetëm zgarravina. Arti ka dhe piktura more. Apo vetëm me zgarravina merresh ti, që dhe ato si njohësi i artit nuk kanë një thelb dhe një kornizë, janë ngjyra të hedhura kot më kot pa ndërthyrje apo vizion. E pra dhe në pikturë ke qenë më i topët dhe se shoku yt i ngushtë që mbasi ke harruar emrin, se e kishe shok para të futurin në politikë me të marrë një postë e harrove. Të tillë shokët e tu që ke pasur në ekip në basketboll, e tani i përpus për shkak të postit dhe bën sikur nuk i njeh. E po ashtu bën sikur nuk i njeh masë ato të partisë tënde që janë në burg, por më parë ishin dhe ato shokët e tu, shokët që flitet se kanë ndar milionat. Folën për atësitë e tua në thonjza si basketbolli, piktura, ku me sa dim ke qenë më i dobët ndër të tjerë. E po dhe si kryeministri më i paaftë në Europë të vit. E pra po të them që nuk qeveriset ky vend me piktura, por duhet një logjike fortë more. E për më tepër duhet dhe shkollimi dhe informimi apo leximin ndonjë libri filozofik ku këtu të them më fal se do mendova inteligjencë.
e pakët, se s'ke lidhe ti me filosofia apo pa përmendur matematikën që nuk ke pikën e njohurisë. Nuk i ke këtë njohuri, por të paktën merri në internet se me sa duket shikon vetëm budalliqe dhe aty. E po ashtu ti nuk ke as informacion as për Shqipërinë dhe historinë e vet, ku gjithashtu nuk ke pasur as guximin për ta sjellë përsëri në dritë historinë e popullit tonë, e jo më tëndin. Duke i dhënë të paktën për dhuratat e Çamëri, atë Kosovë apo pjesë të tjera nga Shqipëria rreth rrotullsaj. Tani më të dha shumë rëndësi më kryeministri jon Zgarravin Bërës. Si mund të flas me ty unë për Çamëri e Kosovë, ku ti po zvoglon Shqipërinë e jo më të presim nga ty të na bashkosh me vëllezërit tanë. Ti je turbi këtij kombi, po dhe si pseudo-artist pjas të vishësh, me ca atlete që gjithë kjo rinia e sotme që ke këtu nuk i vesh, e nuk i ka në garderobën e vet, sepse janë turbi veshësh kryeministrore. Atlete të bardha cope. Po si mund të vishet me kostum ato? E po kuptohet të nxjerrë si një kloun moretin. Nuk e di ai ke qef vetë se ta harrova mbase ndonjë talent, po masë me sa duket vetë vallë duke shepur, duke parë nga dizajni shoftuar. Po e them këtë sepse kështu ke hapur lajmet që më parë që veshni bën me kosto ulta, por që s'të beson njeri as për këtë, sepse ti në kontradiktë me jetën e luksit dhe me verat që pin. Mëso më kryeministri Gjon me u vesh të paktën se për të folur e kemi parë që nuk di dhe sa kur flet të tërshë dhe Gjon janë pothuajse në qumë dhe pa pikën e vënën çfarë thua. Ta dish që ky popull i Gjon nuk fal. Këtë popull e ke thyer te mase, e ke nëpërkëmbur dhe e ke ulur para syve të gjithë botës. Para gjithë kryeministrave që të qeshin në sy për çdo gjë, e ta dish të marrin me nënvlerësim dhe sepse edhe humorin e ke shumë të dobët. Sa do bëjnë qefin ato që ke afër me të qeshura tallse e me përçmim. Nuk i bën rame me qesh. Sepse është një humor tragjik. Nuk i bën rame me qesh, mbase e mban veten për humorist, por humori jot arrin deri tek ato pallate që janë njëri më i shëmtuar se tjetri. Një humor tragjik për shqiptarët, duke parë sa e ke shëmtuar këtë vend me ato ndërtesa e ku nuk gjema asnjë park në Tiranë se na ke betizuar gjithë vendin. S'ke marrë pikën e kusht në asgjë që bën, por të paktën jepi pak seriozitet kësaj Shqipërie në vlera shumë. E mori pa vlerë, që ke mbjellur vetëm urrëtie e atë që ke mbjellur atë do korrësh. E ke funin shumë të hidhur më ret, dhe është vetëm fillimi, po ta them se është vjedhur gjithë Shqipëria. Gati, por ta dish edhe ato lekë që kanë vjedhur ky popull do t'i kthejnë mbrapsh. Ky është një zotim për gjithë shqiptarët. Quhem Edgar, kam prap shumë për të thënë e për të bërë, siç dhe ju keni shumë për të bërë. Rrov Shqipëria, faleminderit gjithë dhe nderim të madh që janë përballë jush. Dua të bëj një falënderim veçantë për gjithë gazetarët që guxojnë t'ia thonë përballë klonëve të borrit të mbretit të vërtetën. Se klonët kanë disa ditë që po e fusin kokën në kasht për të gjetur gjilbërën greke apo iraniane, kështu që një falënderim shumë i madh për gjithë gazetarët që sot guxuan dhe la plasën në fytyrë atë çfarë ky shesh kërkon. Dhe ky shesh kërkon